Normalisht, mbi 90% rasteve, bebet janë, i thëmi në pozicion cefalik ose me kokë poshtë. Ky është pozicioni që ne quajmë pozicion marë. Por, në disa raste, bebet nuk janë kështu. E ka kokën lartë, podiumet poshtë, pra lindje me budalik. Dhe me njëherë këtu e ndryshojmë qastjen. Që këtu mund të vendosim në koordinim edhe me qiftin, mundet me shkodhë lindje normale edhe kjo, por është lindje ma e riskuar. Për faktin që pelviku, sa i përket dimensioneve të trupit të bebes, është me dimensione ma të vogla se sa koka bebes. Pse i frigohemi na? I frigohem këti elementi se kur del trupi, prape metet pjesa me dimensione ma të mëdhaja lartë. Dhe këtu është rreziku, që ndoshta cerviksi nuk o dilatu, si thojmë na 100%, 10 cm. Dhe nuk pënalëshon kokën e bebes, trupi ka dalë jashtë. Pra, pikrisht për shkak të, le të themi, këtyre situatave që mund t'i parashikojmë, që lindja mundet mos më na shku në formën më të mirë, jemi dërlshuar në këtë aspekt dhe shumë herë edhe veç nëse insiston edhe nëna shumë, se praktikisht e sugjerojmë lindjen tash, lindjen operative. Pra, le të themi që është indikacion. Ndërsa një indikacion tjetër, absolut, është kur beba është, i thojmë në trup, i ka kokën anash në të majtë ose në të djathtë. Kjo s'ka shans për me lindë në mokrilindje normale. Dhe nëse veç aktiviteti ka fillu, pa tjetër që shumë shpejt vendoset veç forma operative mokrilindja. Tjetër, si e vlerësojmë që një nën duhet me lind me operacion ose normal. Çdo nën, edhe gjatë mjekës shtatzanisë, po sidomos kur pranohet në spital për lindje, ja masim pelvikun femrorna, kockat, sa është të gjëm kjo. Se ka femra që kanë pelvikun më të ngushtë, ka disa që kanë më të gjerë. Dhe përpos kësaj, kemi fatë tash që me përmes ultrasonografisë përcaktojmë edhe peshën, ndoshta deri në saksin shumë të mëdha, se çfarë peshe është beba. Dhe tash, duke ditë pelvikun femëror, që e kemi matë, duke ditë peshën e bebes që e matëm, vim konkluzionin, a mundet kjo nën me lindë këtë bebë? Dhe nëse përgjigja është, nuk mundet, me njëherë shkojmë me lindje operative. Nëse pyetja është, ka mundësi, e diskutojmë me pacientin. Shiko, zoj, mundësit janë që me lindë. Ata përbojmë apo jo? Ka disa që thojnë, tash më pak, me zispresin me thonë lindje operative. Për para, dhe të themi gjenerata moshës së nënës tuaj, i ka një operacionit, veç të halli më i madh. Ato me përqindjen më të madhe kanë thonë, jo, do të shkojmë lindje natyrale. Dhe e përcjellim dinamik. Jo pak raste ndodh, që kemi vendosur për lindje normale, por gjatë procesit lindjes, i cili zgjat disa orë, tham, të një lindje e parë shkon deri në 30 orë, raskapitet. Dhe e kemi atë progresin që e masim vazhdimisht për parimin e lindjes. Kur shohim që s'ka përparim, kontraksionet janë të fuqishme, orët kanë kalu shumë, pa diskutim që janë rrojmë strategjinë. I thojmë zoj, për kundër dëshirës që ke pas me lindë. Në rrugë natyrore, është koha që me vendos që lindjen të aprofundojmë formë operative, se nuk përshkon diçka. E kur gruaja tash realisht është bërë nën, qoftë në rrugë natyrale ose qoftë me operacion, pa sa kohë për nga ana mjekësore preferohet që ajo mundet me mbetë shtatzon prapë, pra pa u rreziku as shëndeti i saj. Fillimisht është një periudhë shumë e rëndësishme me njëherë pas lindjes, dhe që zgjat deri në ose 6 javë që quajmë na periudha lehonisë. Është me shumë rëndësi kjo periudhë për nënën, për shumë aspekte, për krahase, morale, çështjen që kërkon ndihmën
këtu I duhet më shumë të ndihma familjes, ndihma bashkëshortit, se bie edhe disa nëna bin pak edhe moralisht. Në qoftë se nuk e shohin këtë përkrahje, këtë mbështetje maksimale, ka herë shkojnë edhe në shqetësime, në stres, dhe në depresion. Pra shumë rëndësi që ke periudhë që me kalu mirë dhe me përkrah maksimalisht. Ndër të tjera, po thëmë, pja kujtojnë është gjeneratës më të vjetër. Tu na ka qenë gjë shajt, pavarësisht se s'kemi pas mjekësi moderne, kujtohet gjyshja e me ndjerë. Familje madhe, nuset kur linshin, vishin edhe mi pa të tjerë në shtëpi, 6 javë nuk I lente as mi pa. Ajo dhe që ke puna mësyshit. Por që në aspektin mjekësor lidhet me qëto 6 javë. 6 javë që duhet me marrë vetin, duhet më rehabilitu kjo nënë. Duhet më mbështet maksimalisht. Dhe do më thonë, kjo periudha e lehonis është shumë e rëndësishme që më kalu. Madje është një diçka që në është të zdit për publikun. Ta zëmë se një nënë që ka lindë, gjetë periudhës lehonis vdes, në fakt regjistrimi, quhet sikur ka vdek një shtatzonë. A lën ndjek shtatzania. Edhe në statistikat dhe më thonë është I lidhur komplet me çështën e shtatzanisë. Pas 6 javë, kjo nënë vetë duhet I kthehet normalitetit, tash varet shumë se kjo nënë a ka gji apo jo, gjithënjen. Edhe këtu është një mesazh shumë I rëndësishëm për nënat të reja. Ju lutem shumë, bëni çmos që fëmin tuaj me rrit me qumshtin tuaj. S'ka qumsht më të mirë, s'ka ushqim më të mirë se ushqimi I nënës. Aty janë përpos materi vështirëse, është edhe mbrojtja gjithë imunitetin që e ka nëna ja e bebës gjithë këtë periudhë. Është shumë shqetësuese që nënat të reja sot disa nuk kanë durim. Shumë shpejt, me njerë fillojnë me këto bebironat, kur një bebe ti fillojnë me dhonë qumsht me qumsht artificial, a I ka stomokun e vogël, a I ngopët. Nuk ja merr më gjirin e nënës. Dhe rrjedhimisht, le të themi nga dhimbta që mos ta lë beben e uritur pak, tani e humbi komplet gjinin e saj, edhe rrjedhimisht beba ka humbi shumë të madh. Tash beba duhet lufton ndër të tjera edhe për gjithë smundjet që munden me e kap këtë bebë, që në fakt kishte imunitetin e nënës, tash duhet ta ketë vetin. Pra sa rëndësishme është, sidomos në mujtë e parë, sidomos 6 mujtë e parë, mundësisht edhe vitin e parë, nëna vazhdimisht ta ushqen beben me qumshtin e saj. Ndër të tjera kjo, një nënë që ka gjim mjaftueshëm, është një metodë e kontracepcionit, një metodë e planifikimit familjar, sepse kjo nënë nuk ngelet shtazon në periudhën që është të ushqye beben me gji. Në momentin kur mendon që ka gji, edhe në fakt nuk ka gji, atëherë nga herë mesin këto shtatzanit e pa dëshiruara. Pra është metodë natyrore, vetë prej Zotit e ka kriju. Kitë kohë s'keme ngel shtatzon, thojza për thamë, keme ushqye beben, me rrit me zhvillu këto, e teko pastaj, kur të harrohet këj proces, pastaj ajo femër mund t'i rikthehet procesi tjetër planifikimit familjar. Pra, edhe në aspektin, dhe më thëmë praktik, nuk sugjerojmë që një lindje e dytë të një nënë tjetë me një herëzëm pas një viti gjysë. Mundësisht tjetë një diferencë spaku 2 vjeqare nga fëmija në fëmijë. Që pastaj thamë, e nisim emisionin, nga fëmija në fëmijë, mundësisht sa ata dëshirojnë, por minimalisht qifte të reja ju dëshiroj që vërtet me menu që me pas pak një familje më të madhe me fëmijë më shumë. Doktor, ne të falenderojmë shumë për gjitha informacionet, këshillat që na I dhurove sonte, me të vërtetë ishte kënaqësi me të pas studio. Faleminderit, është temë shumë e gjatë, shpresojmë që sa do pak